Të shmangur xhamia e Namazgjas gjatë ditës së protestës. Ajo ka qenë një shiko, përfshirja nuk është se kishin me Partinë Demokratike. Sigurisht që nuk e kishin, sepse nuk ishte, ato e kishin më qartë se kushdo tjetër që nuk ishte as pak lidhje me Partinë Demokratike dhe me opozitën, situata që u krijua rreth rrotull xhamis. Po mund të ishte shmangur? Sigurisht që mund të ishte shmangur në qoftë se strukturat e policisë së shtetit, e cila ka zgjedhur të përdoret politikisht, nuk do të kishin hedhur atë gaz masiv në dyert, në oborrin e xhamisë, në një kohë kur brenda besimtarët po faleshin. Ata hedhin gaz, hedhin molotov. Jo, nuk ka lidhje, nuk do ta gjeni as edhe një rast ku molotovi të jetë hedhur në ambientet e xhamisë. Një tjetër është përplasja me policinë në rrugët e Tiranës dhe tjetër është mbushja e oborrit të xhamisë, ambienteve të xhamisë, ashtu siç mbushja e oborrit të Partisë Demokratike dhe ambienteve të Partisë Demokratike me gaz lotësiellës. Ai ishte një akt kriminal nga ana e policisë shqiptare, kaqëshi besimtarëve të cilët po kryenin rritet fetare brenda xhamisë. Keni patur komunikim me komunitetin musliman shqiptar ose ata kanë tentuar të komunikojnë në dijenin tuaj me Partinë Demokratike? Me mua jo, nuk e di pastaj me drejtues të tjerë, por ajo çfarë është e rëndësishme është fakti që unë kam bindjen absolute që ata kanë fare të qartë dhe edhe deklaratat e tyre ishin ju referonin pikërisht atij dëmi jashtëzakonisht të madh që u shkaktua besimtarëve nga gazi lotësiellës, jo nga, mos ngatrojmë propagandën qeveritare. Nuk thash që e kishin me protestën, me gazin, me mënyrën. Jo, ato nuk e kishin me protestën, ato e kishin me mënyrën e reagimit të policisë, e cila, siç e thash më përpara, holli në oborrin e xhamisë, në ambientet e xhamisë gaz lotësiellës. Madje akoma më keq, siç është faktuar tashmë, policia e shtetit ka përdorur edhe ambientet e xhamisë për të pozicionuar gjujtësit e vet, hellësit e gazit lotësiellës nga lartësitë e xhamisë. Çka është një akt jashtëzakonisht i shëmtuar i kryer nga policia shqiptare. Kjo ishte një protestë të cilën e pam, e përcollëm, ju thoni që ishte butë në krahasim me protestat të tjera që janë zhvilluar në Europë. Një tjetër protestë është parashikuar në datën 28 shkurt. Por cili është qëllimi fundor i këtyre protestave? Domethënë, ju thoni largimi i Edi Ramës, qeveri teknike. Arrëzohet Edi Rama përmes këtyre protestave, edhe nëse ato bëjnë edhe më të dhunshme se kaq? Shikoj, protesta është njëri aspekt i realizimit të objektivave të një opozite në çdo vend të botës. Çështja është opozitarizmi nuk bazohet thjesht vetëm tek protesta. Opozit do të bëhet në çdo skenë dhe hapësirë të mundshme që ka opozita shqiptare. Protestën apo opozitarizmin do ta bëjmë në ambientet e parlamentit, siç e kemi bërë, do ta bëjmë në komisionet parlamentare, do ta bëjmë në rrugët, sheshet dhe hapësirat e çdo qyteti bashkie të vendit, do ta bëjmë në studiot mediatike e tjerë. E rëndësishme është që qytetarët shqiptar ta kuptojnë që është koha për reagim. Duhet të reagojmë të gjithë së bashku kundër një shteti kriminal. Të gjitha këto kryen një lloj presioni. Po sigurisht, do vazhdojmë me denoncimet tona, do vazhdojmë me reagimin ton, sigurisht protestat do vinë duke u përshkallëzuar. Tani më edhe prej protestës fundit, ajo çfarë del në pas, çfarë është evidente, është një frikë e jashtëzakonshme që ka pushtuar qeverinë dhe kryeministrin Rama. Përdorimi politik i policisë ishte jashtëzakonisht i turpshëm. Ne u gjendëm mbas protestës të kontaktonim qytetar në ambientet e komisariateve të Tiranës, qytetar të cilët varionin me mosha nga minoren deri tek qytetar të moshuar. Gjithashtu e turpshme ishte fakti që në këto protesta u arrestuan. Jo vetëm. Jeni dakord që të jenë edhe minorenë në protestë? Në protestë mund të marrin pjesë çdo qytetar i çdo kategorie, çdo moshe. Mos harroni që në protestë vinë edhe familjar me fëmijë të vegjël, vinë prindër me fëmijë në karroca. Ka incidente të dhunshme? Jo, nuk ka lidhje. Kjo
Shiko, Bruna, edhe një herë, duhet të kemi qartë që drejta e protestës është drejtë universale e çdo qytetari. Pra, në protestë duhet të kemi parasysh që ka... Ka përplasje me policinë dhe përfundojnë pastaj në spital. Po, ajo çfarë është e turpshme është përdorimi i minërenve, kapja dhe arrestimi i minërenve nga ana e policisë. Një rast të fundit të cilën e hasëm në komisariatin numër 1, ku 2 nga minërenet e ndaluar i deklaronin avokatës se ishin ndaluar nga persona civil, i ishte futur shisha Molotovit në çantë, ato ishin me çantat e mësimit në krah, me librat e mësimeve në çantat, brenda çantave tyre, ishte futur Molotovi në çantë, i ishte kërkuar që në qoftë se ndaloheshin të deklaronin që jemi paguar t'i mbajmë këto shishe. Dhe mbas 10 metrave ishin ndaluar po nga ato civil, si persona të përfshirë në akt të dhune. Kjo është deklarat e bërë nga minërenët vetë, në prezencë të avokatit, të ndaluar pa prezencën as të prindve, as të përfaqësuesve ligjor, as të punojësve social që është detyrim ligjor. Të gjitha këto të bëjnë të kuptosh se ka një propagandë të mirëfillt nga ana e majorancës për të përfshirë edhe moshat e reja gjasme në akt të dhune.